أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تجد فلندريمت mirënjohjet më të plota, lavdrimet më absolute janë vetëm për Allahun Gjelle Gjelaluhu, Zotin e botrave, krijuesin e gjithësisë. Përshëndetjet, mirësia, begatia, lëvdatat më të mira, më të freskëta, të përsëritura deri në ditën e Kiametit mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme, mbi gratë e tij të pastra dhe mbi gjithë besimtarët të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij më të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar xhamatli, të nderuar të pranishëm, me lejen e Zotit Gjelle Gjelaluhu, sot do të japim fund ligjëratave mbi shkrimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Njashtu, kjo është ligjërata e fundit për këtë muaj të begatshëm të Zotit Gjelle Gjelaluhu, andaj është përbashkue fundi i ligjëratave mbi biografinë e Muhamedit alayhi salatu wassalam me fundin e ligjëratave tona në këtë muaj të begatshëm të Zotit Gjelle Gjelaluhu. Shkrimi i Muhamedit alayhi salatu wassalam në fillim dhe lëvizjet e tij pastaj dhe veprimtaria e tij e bujshme, e tij e ndershme, udhëzimet e tij, porositë e tij ishin një lloj freskie dhe një lloj ngushëllimi për zemrat e besimtarëve. Por se natyrshëm Zoti jon Gjelle Gjelaluhu ja ka shkruar çdo njeriu në fytyrë të tokës që ai një ditë prej ditëve të ndronjë jetë, të shkonte Zoti vetë te bareke ve teala. Andaj një ditë prej ditëve Muhamedit alayhi salatu wassalam i erdhë që ta shijon ata çka e ka shiju çdo njeri. Atëherë, para se të përfundojmë shkrimin e Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe të flasim për ndrrimin e jetës së tij, vdekjen e tij të ndershme alayhi salatu wassalam, duhet të përmendim një pikë të shkurtër duke e theksuar rëndësinë pse duhet ne ta përmendimi vdekjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pse duhet të flasim për Muhamedit alayhi salatu wassalam kur ka ndruar jetë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na e ka shpjeguar dhe na e ka larguar këtë dilemë ai vet alayhi salatu wassalam. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka ndonjë musliman që e godet një musibet, e godet një fatkeqësi, e godet një bela që është test për ta, është sprovë për ta. E ai e kujton vdekjen time, e kujton smundjen time, e kujton ata që kam ka godit mua vetëm se i lehtësohet. Pra, ajo që neve në nxit, që të flasmi për vdekjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe mos ta anashkalojmë ditët e fundit të tij alaihi salatu wassalam, është edhe që të ndihmohemi në sprovat e tona, në belat e tona që ka na i qon Zoti jon Gjelle Gjelaluhu, aty dhe këtu duke na testu Allahu Gjelle Gjelaluhu imanin ton, mirësinë ton, shpirtin ton, moralin ton. Atëherë neve duhet të ngushëllohemi me vdekjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Historia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e begatshme, e studiuar në çdo shkronjë të tij, e studiuar dhe e hulumtuar me precizitet të madh nga historianët e muslimanëve, nga ulemat e muslimanëve, të nxjerrura përplot me dispozita. Çdo lëvizje e tij, çdo fjalë e tij, çdo heshtje e tij ishte ligj për muslimanët, i cili Allahu Gjelle Gjelalu e kishte bërë që të jetë model dhe irnek për të gjithë besimtarët deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamatli, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam
në vitin e 10 të Hijrit e bani haxhin, i cili ishte i vetmi haxh, të cilën e ka bërë pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe u quajt haxhi lam tumirës, hajjatul wada', dhe vetë ky titull i jep alamet dhe i jep paralajmërim vdekjes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur murhav thirrja e Zotit xhelle xhelaluhu, i gjithë gadishulli arabik e pranun islamin, u përhap feja Zotit xhelle xhelaluhu deri në kufijtë e Shamit, u përhap udhëzimi Muhamedit alayhi salatu wassalam deri në kufijtë e perandorive më të mëdha. Një ditë prej ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thiri Usama ibn Zeidin. Usama ibn Zeidin. Ky ishte djali i atij të cilit i ishte quajtur një kohë të gjatë si djali Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra Zeidi ishte qenë i birsuari derisa e kputi Zoti jon xhelle xhelaluhu. Andaj e quajtën dietarët i dashuri i të dashurit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ishte djali i ri 17 vjeçar. E thiri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e nisi për në Rom. E nisi te Bizantët që t'ju jep disa mësime atyre. Dhe rrugës për në Bizant dhe drejt Shamit duke u nis, atëherë Usama kthehet se dëgjon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është mirë dhe ka disa shenja të cilat e banën mundje që diçka ka mendohet. Andaj tha, po kthehemi, ndoshta mos diçka si jo e këndshme është duke na frymzuar. Andaj u kthi që ta shikon se çka po ndodh. Atëherë dietarët thanë, në vitin e 11 që kishte hije të Hijrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në 3 mujorshin e parë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte 3 mujorshin e fundit nga jeta e tij e begatshme alayhi salatu wassalam. Shenjat të cilat paralajmëruan për vdekjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishin disa. Prej tyre, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo Ramazan i kishte bë itikaf Allahu xhelle xhelaluhu. Është izoluar në xhami 10 ditë e fundit dhe nuk ka dalë prej xhamie. Ka bë i'tikaf, që nënkupton me e mbyll veten në xhami. Ndërsa në Ramazanin e vitit të 10 të Hijrit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bë 20 ditë i'tikaf. Dhe kjo ka qenë shenjë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ta shton ibadetin, kjo është alamet se i është afruar ejeli. Kjo ka qenë alameti i parë. 20 ditë të Ramazanit të fundit ka bë i'tikaf, është izoluar në xhami pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu Gjibrili alayhi salatu wassalam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në çdo vit ja ka lexuar Kur'anin një herë, ndërsa në vitin e 10 në Ramazan ja ka lexuar Kur'anin 2 herë. Dhe kjo ka qenë prej alameteve se ejeli i Muhamedit alayhi salatu wassalam është afruar, nga se nuk ka qenë e zakonshme që t'ja lexon Kur'anin e Zotit xhelle xhelaluhu 2 herë. Gjithashtu në haxhin lam tumirës, të cilën e përmendëm një skenë nga haxhi lam tumirës në ligjëratën e fundit të nderuar xhamatli, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në khutbën e Arafatit tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inni la adri, tha unë nuk e di, la'alli la alqakum ba'da ami hadha bi hadha al-mawqif abada, tha unë nuk e di se ndoshta nuk do të takohem më me juve asnjëherë, nuk do të takohem më me juve në këtë vend asnjëherë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam derisa po i gjunte guralecat në El Jamarat, ku pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte duke e kry një ceremoni të haxhit të tij të ndarshëm alayhi salatu wasalam, edhe në këtë vend e tha një fjali ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam paralajmëroi se ejeli i tij është afruar. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, khudhu anni manasikakum, o ju njerëz, mësoni prej mua haxhin, mësoni prej mua dhe mësoni prej meje se si kryhet rituali i haxhit, mësoni udhëzimet e haxhit ashtu siç pibaj unë, fala'alli la ahujju ba'da ami hadha, se ndoshta unë
nuk kam mundësi me ba haqë. Pejgamberi s.a.s. po jep shenja paralajmëruese, po e thekson shenjën se unë ndoshta mo me juve nuk takona. Të ndëruar xhamatli, çdo send merr fund, përveç Allahu xhelle xhelaluhu. Çdo send sikur që na e fillum Ramazanin me shumë gnatësi, me shumë vullnet, me shumë ngazllim, ja tani jemi duke ja dhënë lam të mirën. Kështu pejgamberi s.a.s. njeriu më i mirë, njeriu më i dashur te Zoti xhelle xhelaluhu, një ditë prej ditëve u dash mulshu në vorr dhe me durte shokëve më të dashur të tij alayhi salatu wassalam. Gjithashtu prej shenjave të cilat e paralajmëruan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ishte ku në këtë ditë të haxhit i zbriti një sure, surja an-Nasr, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tha Allahu xhelle xhelaluhu, kur ti shif njerëzit duke hinë fe me të madhe, dalga me pjesë të mëdha do të hinë në fenë e Zotit xhelle xhelaluhu, atëherë bani istighfar Allahu xhelle xhelaluhu. Një ditë prej ditëve Omer ibn Khattabi e kishte në konsultivin e tij dhe atë pjesën të cilën i konsultonte musliman për çështjet e muslimanëve e thiri ibn Abbasin radhiyallahu an dhe i tha: o ibn Abbas, këta të mëllojt prej muslimanëve, këta ma plesht prej muslimanëve, po ngushtohen se ti po vjen me zhlisin ton, se je i ri, po tha unë ka me vetë për një sure, kush ja di kuptimin, çka po do me thonë kjo sure? Tha, cila sure, ja emir al-mu'minin, cila sure, o prisi muslimanëve? Tha, surja an-Nasr, çka do me thonë? Fillu njerëzit me kallëzue mendimet e veta. Atar ibn Abbas i tha, unë i respektoj të gjitha, por se unë e mendoj ndryshe. Tha, kjo sure ka zbrit për mi kallëzu e gjelin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Argument se i ka thënë bani istighfar, dërsa Muhamedi sallallahu ju e dini se pas çdo namazit ka boj istighfar, pas çdo ibadetit ka boj istighfar, pas Ramazanit ka boj zakatul fitr, i cili është istighfar, e kështu me radhë. Andaj tha, kjo sure i ka zbrit në haxh për mi kallëzu se ka ardhur fundi, fundi. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam me hyrjen e muajit të dytë të vitit të 11 të hijrit nga emigrimi i tij i ndershëm alayhi salatu wassalam, dul një ditë prej ditëve në Uhud. Një ditë prej ditëve në Uhud. Dhe nëse ju kujtohet në Uhud çka kishte, të vrarët e Uhudit ishin varros aty ku kanë ndrujet. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk lejoi asnjë prej sahabeve që të bartet në Medinë, por të ngelin aty ku kanë ndrujet, që të jetë dëshmi e tyre ditën e Kiametit. Dul pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në muajin Safar, të dytë të vitit të fundit, dhe shkoj dhe i vizitoj dëshmorët e Uhudit dhe u lut për ta, dhe e pa njerëzit se diçka skena nuk është e zakonshme. Nuk ka dal pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kështu zakonshëm, dhe nuk ka dal pejgamberi alayhi salatu wasalam natën kështu zakonshëm. Atëherë tha pejgamberi alayhi salatu wasalam kur u kthi në xhami, tha: o ju njerëz, inni faratu lakum, tha unë jam i pari që do të takohemi ditën e gjykimit. Unë jam i pari që do të pri ditën e gjykimit. Wa ana shahidun alaykum, dhe unë do të jem dëshmitari juve ditën e gjykimit. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: wallahi, fa pasha Allahun, la anzuru ila hawdil an, jam të pa ujin e Kautherit tani. Jam të pa ujin e Kautherit tani. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: vërtet me janë dhanë çelësat e kësaj bote. Ju kanë dhanë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çelësat e kësaj bote. Tha pasha Allahun, nuk kam frikë për juve se do të kthehin në idhujtari. Unë nuk kam trembje për juve se do të bëheni idhujtar dhe pagan, por se vallahi kam frikë për juve që do të përlesheni për pasuritë e kësaj bote. Kam frikë se do të ndesheni për kaqorët e kësaj bote, për kapitalin e kësaj bote. Atëherë një shok i pejgamberit alayhi salatu wassalam, Ebi Mauhibe, tha: ja Rasulullah, mos i tu kanë dhënë çelësat e kësaj bote dhe të është dhënë afat që ti me vazhdoje jetën ja Rasulullah,
rri me neve ja Rasulullah, mos shko edhe pak te Zoti jo Gjelle Gjelaluhu. Por se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte vendos që të shkon te Allahu te bareke ve teala. Andaj një ditë, një natë tjetër të muajit Safar, të vitit të 11 të Hijrit, del pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në gjys të natës, në varrezat e Baqiut, ku janë afër xhamisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanët aty i varrosnin. Del një ditë prej ditëve pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe ju thot: "Assalamu alaikum ya ahl al-maqabir." Selami, paqja qoftë mbi juve, o banor të varrezave. Dhe kjo nuk ishte zakon për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që del kështu natën dhe t'i përshëndet njerëzit e varrezave, të vdekurit e muslimanëve. Pastaj dha pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Li yahni lakum ma asbahtum fi." Tha, e gëzofshi që ata ku keni kaluar, e qofshi të lumtur në ata ku keni kaluar, e ku kanë mbet njerëzit. Pra ajo që ka keni përfundu ju, të vdekur duke ju varros une, o shumë ma e mirë se sa ata të cilat do të varrosën e nuk jam une aty. Kjo ishte ajo që ka i përgëzoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të vdekurit, të cilët kishin vdek dhe i ka varros dhe i ka fal xhenazën njeriu më i mirë fytyrë tokës, Muhamedi alayhi salatu wassalam. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Aqbalatil fitan ka qita'il laylil mudlim." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ardhën fitnet sikur copa të natës së errët. Çfarë fitne? Po vdes Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tani kur të përlahën musliman, kush ja u zgjedh problemin? Kur të rrokën musliman, kush ju ka zonë kush e ka mirë? Kur të përqahën musliman, cili është ai i cili thot, "Ki e ka mirë dhe kështu duhet me veprua." Këta e quajti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fitne, test, sprov për njerëzimin, nga se kanë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberi alaihi salatu wassalam: "Yatba'u akhiruha awwalaha." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fitne do të vinë një pas një, tamam të shkoje një, vjen tjetra, tamam të shkoje një bela, vjen tjetra. Kështu e ka të shkruar kjo botë, kështu e ka të shkruar kjo dunja. Mos mendo se keme gjetë një rahati dhe një lumturi e cila ka me ta mundcu me ta bosh xhennet në këtë botë. Shiko pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, me vdekjen time, fitne, sprova dhe belaja një pas njëshme. Pastaj dha pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Wal akhiratu sharru min al-ula." Dhe ajo e cila vjen prej fitneve më vonë është më e vogël se ajo që ka kaluar. Që nën kupton se çdo fitne që vjen më të ardhmen është më e rëndë dhe më e vështirë se ajo e cila ka kaluar. Pastaj dha pejgamberi alayhi salatu wassalam, duke u drejtuar banorëve të varrezave të Baqiut, "Fa inna bikum lalahiqun." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ne do të vim me juve, edhe ne do të vim me juve. Por të sahabët nuk donin me besu, nuk donin me mendu se pejgamberi po jap shenja. Ata e shifsin si normale, ka ardhur me bë dua, le të bën dua. Nuk donin me besu që ka me vdek, as që donin me toleru që ka me vdek, nga se ishte e pamundur me e besu krejt atë harmoni dhe këtë atë sakrifist përbashkët me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ata me leju shpirti tyre që me e pranu vdekjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa ju nëse po e vorreni vetëm se po jap shenjat qarta Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se unë jam të shku te Zoti jam te bareke u teala. Atëherë në ditën e 28 të muajit të dytë Safar të vitit 11, pejgamberi alayhi salatu wassalam e përcjell edhe një shok të tij te varreza, e përcjell në Bakia dhe duke u kthye dhe hin te Aisha radhiyallahu anha, i thot Aisha: "Ja Rasulullah, më ka kap dëdhim të kokës, është u mdhim të krya." Atëra pejgamberi alayhi salatu wassalam tha: "O Aisha, mu është u mdhim krya, mu është u mdhim të më shumë koka." Tha: "Po Aisha, çka të ban dam ti? Nëse ti vdes, unë e të laj, unë e të varrosi, a ka më ndërë se kjo?" Dhe Aisha e defokusoi muhabetin, nuk dështe me ba muhabet për vdekjen. Tha dhe ja humbi muhabetin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atëre thot Aisha radhiyallahu anha e kapi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam një dhimbje shumë e madhe
e kokës, filloi temperatura mi hip, derisa kur ja vendos çadorën edhe në atë shallin e tij dhe në atë rrethin të cilën e kishte lidh rreth e përçark kokës së tij, ishte nxehtë edhe ajo mbuloi të cilën e mbulon të kokën e tij pejgamberi alayhi salatu wassalam. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam kështu i sëmur nga data e 28 e Seferit, pejgamberi alayhi salatu wassalam deri në ditën e enjte, pak para se me vdek në muajin Rabiul Awwal, pejgamberi alayhi salatu wassalam 13 ditë ja u ka fal muslimanëve namazin kështu duke qenë i sëmur. Fillon sëmundja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam u rëndua. Dita ditës sëmundja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam fillonte u rëndua, derisa e humte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe vëmendjen. Shpesh ardhi i binte të fik pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe ju e dini se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka pas 9 gra dhe çdo gruaje ka pas një natë me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Por se kur usmu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i donjëherë i humbiste, i largohej vetdia cilën e ka në rend. Andaj shpesh thonte ejne ene gaden, ku e kam nesër, ku e kam nesër. Dhe kështu kur jo rëndu shumë smundja, javën e fundit kërkoj leje prej krejt grave të ti që t'ju japin leje, t'i japin leje pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ai të vendoset te Aisha dhe mos të bartët dhe çarkulloje në për të gjithë gratë e tij. Atar të gjithë gratë i japin leje pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nga se e shohin që po ka qef me shku te Aisha radhiyallahu anha, nga se edhe Aisha e donte mas shumti, edhe babën e vet e donte mas shumti. Atar pejgamberi alayhi salatu wassalam filluan këmbët e tij më jurandue dhe s'kishte mundësi me hec me këmbët e tij. Dhe fillon Aisha me ja lexu kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas, dhe e frynte pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Kështu e kishte bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me ta, dhe kështu Aisha radhiyallahu anha nga mësimet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam ja bënte të njëjtën. Atëra pejgamberi alayhi salatu wassalam në ditën e mërkurë të muajit Rabiul Awwal, dikum 5 ditë para vdekjes të Muhamedit alayhi salatu wassalam, fillon trupi i tij mi u nxej shumë, temperatura mi hip shumë dhe filloi edhe mi ra të fikt shpesh. Atëra kur u ngritte dhe u kthjellte pejgamberi dhe u këndelte nga ajo lloj i të fikurit të cili i binte, thonte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hariqu alayya 7 qirabin, thonte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shkoni dhe mushni ujë mua, mbledhni 7 kofa të ujit dhe shkoni nga çdo bunar dhe ndryshoni bunarët dhe mbushni ujë për mua dhe bjermani dhe mundsomuni që të freskohen. Atëra pejgamberi alayhi salatu wassalam i sjellën ujin, i sjellën disa enë të ujit dhe u freskonte pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe derisa po freskohej me ujë tha hasbukum, mjaft që kaq, than dietarët, i sëmuri është ai i cili e tregon se çka i duhet dhe sa është e mjaftueshme. Atë tha mjaft që kaq. Atëra pejgamberi alayhi salatu wassalam e nditi një lloj lehtësie ditën e mërkurë, e nditi një lloj lehtësie dhe e thiri axhën e vet, e thiri edhe Aliun radhiyallahu an, dhe duke e mbajt pejgamberin alayhi salatu wassalam, kam nuk i punonin, i shkonin zhak kam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe del pejgamberi alayhi salatu wassalam në xhami, afrohet afër minberit, ju thot njerëzve ejuhen nas, ileje ejuhen nas, e janë afër meje, o ju njerëz, nga se s'kish mundësi tani edhe me fol me zot të lartë, i afron njerëzit rreth vetit pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pasi e falenderon Allahun xhelle xhelaluhu dhe shpreh lavdrata për Allahun te bareke ve teala, atëherë thot pejgamberi alayhi salatu wassalam duke u drejtuar njerëzve, la'natullahi 'ala al-yahud, la'natullahi 'ala an-nasara, mallkimi Allahu qof mbi jehudët, mallkimi Allahu qof mbi të krishterët, ittakhadhu qubur anbiya'ihim al-masajid. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kanë bë varrezat e pejgamberëve xhamia, i paralajmëron të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që nëse vdes mos ta bojnë xhamin e tij varri i cili adhurohet.
andaj e mallkonte atë veprimtari të cilën e kishin bërë popujt e devijuar më përpara. Atëherë thonte pejgamberi alayhi salatu wassalam, la tattakhidhu qabri wathanan yu'bad. Ta pejgamberi sallam, mos e merrni varrin tim, mos e merrni varrin tim, varr i cili adhurohet, put i cili adhurohet. Kjo ishte shenjë se është duke ndru jetë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Shiko porosinë e fundit pejgamberit sallam, mos e merrni varrin tim për adhurim. Ndërsa sot shumë prej atyre të cilët pretendojnë se janë në Islam dhe pretendojnë se po e kuptojnë Islamin, shkojnë dhe morin bereqet në përvarreza të lloj njeriu, dhe kjo është prej shirkut i cili nuk e fal Allahu te bareke ve teala. Andaj Muhamedi alayhi salatu wassalam i mallkoi të gjithë ata të cilët e kanë adhuru di kanë përveç Allahu Gjelle Gjelaluhu, qofte dhe aj pejgamberi Zotit Gjelle Gjelaluhu. Atëherë pejgamberi sallam pasi e porositi këtë porosi dhe këtë udhëzim të muslimanët, atëherë kaloi në të drejtat e ndërsjellta të njerëzve. Tha pejgamberi sallam, men kuntu jalattuhu lahu dhahra fa hadha dhahri falyastaqid min. Tha pejgamberi sallam, kujt i kum godit dhe ja kum shu në shpinën e ti apo në trupin e ti pa dashje, tha ja ku e kam trupin, let vene, let aktheje. Kujt ja kum shu pa dashje, let vene, let aktheje. Pastaj tha pejgamberi sallam, wa man kuntu shatamtu fa hadha lahu irdi. Kanë kum sha, kanë kum ofendu, let vene, let amerte une, let vinë, let amërë shamën, let shaje. Kanë e ka sha Muhamedi sallam, kërkan nuk e ka sha, përse zemra e barë dhe ti nuk të leron të që me shku të Zoti Gjelle Gjelaluhu me dhimta dhe me padrejtësi të mundshme eventuale. Atëherë sahabët fillun me qajt, fillun dhe i thanë, ja Rasulullah, të dojna më shumë se babadart, të dojna më shumë se nënët tona, ja Rasulullah. Atëherë dhe pejgamberi sallam, nëse i kanë borxh dikujna, nëse ja ku mor dikujt të një pasuri, që ku është agja jem, që ku është nipi jem, le ta lipe pasurien. Atëherë ardhi njëri dhe tha, ja Rasulullah, 3 dirhem mi ki borxh, ja Rasulullah. I tha Abbasit, jepja o Abbas, jepja o Abbas. Pastaj pejgamberi sallam, pasi i kriti këto dhe e prezentoi veten që të shpalosët kërrejt e drejta në mënyrë absolute dhe mos të mbese me ndonjë padrejtësi eventuale, atëherë filloi pejgamberi sallam dhe po i këshillon për ensarët. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, usikum bil ansar, po ja ula amanet ensarët. Tha pejgamberi sallam, ata i kam të afërt, ata më kanë nimue, kur ketë më kanë përzan, ata më kanë nimue, kur ketë më kanë dëbue, këta më kanë mbrojt. Tha, vërtet ensarët kanë mu pakue, ensarë s'do të ketë mo, s'do të ketë pejgamber që të baje ensarë. Andaj këto që kanë mbet derisa të vdesin, tha këto kanë me shku dhe kanë me mbet, që ish mbet kripa në gjellë. Andaj tha pejgamberi sallam, silluni mirë me ta, nëse shifni do një gabim, falja uni për hatër tem, falja një se mu më kanë dihmue dhe më kanë srehue dhe më janë kujdes për mua. Tha, mos ja umirni për të madhe. Andaj i këshilloi pejgamberi alayhi salatu wassalam që të jenë të kujdesshëm me shokët e pejgamberit sallam të cilët ishin prej ensarve. Atëherë pejgamberi sallam vazhdoi hutbën e tina, vazhdoi fjalimin e tij pejgamberi sallam dhe tha, vërtet Allahu e ka zgjedh një rob dhe ja ka dhënë 2 mundësi. A do me vazhdu, a do me ardh. Tha, po ki robi e ka zgjedh me shku të Zotive Gjelle Gjelaluhu. Atëherë filloi Ebu Bekri dhe plasi në vaj, plasi në vaj, dhe tha, fidake ja Rasulallah, bi e bi ente wa ummi. Tha, ja Rasulallah, kurban nëna jeme dhe baba jam për ti, ja Rasulallah. Atëherë dikush prej të pranishme me tha, qka ka ki njeri, pse po ka në Ebu Bekri? Po kallzon pejgamberi për një njeri e ki po kanë. Por Ebu Bekri e kuptoi se ki njeri është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe se nëse mundësia ka qenë për menet, e ka refuzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe filloi Ebu Bekri me qajt e pastaj u largue. Atëherë pejgamberi alaihi salatu wassalam tha, vërtet krejt gënini mua, krejt shokëve ju kam hak
po kredi ja u kam shpague, përveç Ebu Bekrit. Ka thonë vallahi mos me pas mor Allahu mik mua, e kisha mor për mik Khalil Ebu Bekrin. Tha pa Allahu më ka zgjedh mik. Tha aju njerëz, mos ma prekni Ebu Bekrin. Mos ma prekni Ebu Bekrin, sepse më ka livu më shumëti. Më ka dalë sot më shumëti. Ka thonë këti nuk ja pagu jone, ja pagu Zoti ve Gjelle Gjelaluhu. Andaj malkimi Zoti Gjellewala qovë mbi ata shka e shajnë Ebu Bekrin edhe Omerin. Tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, mbillni këtë dirt, mbillni xhamat të cilat janë drejt xhamisë teme, veç derën e Ebu Bekrit mos ma mbillni. Tha mbillni dritarët të cilat janë drejt xhamisë teme, tha përveç xhamisë ku lidhet me dhomën e Ebu Bekrit tha mos ma prekni. Atëherë pejgamberi alayhis salatu wassalam në ditën e ejte, ditën e nesërme, dhe kishin ngellë 4 ditë drejt dhekës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Filloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ushtu së mundja dhe po alivanosej shpesh. Atëherë kur zgjonte thonte, "Bëjmë do letra, bëjmë do fleta t'ju shkruaj diçka. Bëjmë do letra t'ju shkruaj një porosi që mos devijoni pas meje, mos ta humni rrugën pas meje." Atëherë Omer radiallahu anhu tha, "Lënë njerin se është i smur, mos e ngarkoni njerin se është i smut. Allahu na ka thënë libër, lexoni librën, e keni aty udhëzimin e Zotit Gjelle Gjelaluhu." Atëherë fillu njerëzit me polemizu, a me apru letrat, a mos me aprue. Atëherë kur i pa pejgamberi sallallahu se po përlahen dhe po përleshen, tha, "Lemni të qetë, lemni rahat." Zguxon prezencë pejgamberi sallallahu musliman mu përla dhe e la pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pastaj i dha 3 porosi pejgamberi sallallahu ditën e ejte. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, do boni i thartë e livrit nga gadishulli arabik. Pastaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, mysafirët, delegacionet që më kanë ardhur mua, çka ju kum shkrujt për amaneteve dhe kontratave, qonja unë në vend, çdo delegacion që ka ardhur, plotësonja një amanetet e mia dhe mos i lini amanetet e mia pa i plotësue. Thot transmetuesi, dhe porosinë e tretë kum harue. Porosinë e tretë kum haru nga ajo zymtia dhe errësira e cila kishte kapluar këtë gjendje dhe çast të rënd për sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Thot mendoj se porosia e tretë e kishte haru transmetuesi, tha mendoj se është kapnu për librin e Zotit dhe kapnu për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhi salatu wassalam çdo ditë e falte me shokët e vet namazin. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam në ditën e ejte e fali drekën, e fali edhe ikindin, e fali edhe akshamin me surën El Mursalat. Dhe kur ardhi jacia, pejgamberi alayhi salatu wassalam s'po mundet muque. Njeri më i mirë fytyr tokës s'po mundet muque dhe po alivanosët. Atëherë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a u falën njerëzit? Aisha tha, ja Rasulullah, po të presin tije, pra po alivanoske. Pra po zgjonte pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe thonte, a u falën njerëzit? Aisha thonte, ja Rasulullah, janë të prit tije. Sahabët thëshin s'falmi me kërkan tjetër përveç se me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kena me prit sa doje, por se s'falmi me dikant tjetër përveç se me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Para mendoni çfarë dhimbte e sahabëve me fal 11 vite me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Muhaxhirat 23 vjet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çish me ja leju dikujt me dal imam? Çish me ja leju njerit më të mirë me jazon venit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas disa arvatjeve për të ngrit, s'kishte mundësi më ngrit. Atëherë dha pejgamberi alayhi salatu wassalam, thirrna Abu Bekrin le ta falë namazin, le dale imam. Atëherë Aisha radhiyallahu anha, ja Rasulullah, mos e nxjerr Abu Bekrin se baba jam është i mërzitshëm, baba jam shumë qan. Tha edhe e ka zonin e ulët. Atëherë tha, thirrma Abu Bekrin dhe le dale imam. Atëherë Aisha radhiyallahu anha tha Hafsës, thuajnë ti thojë babostan, thuajnë ti thojë Omerit radhiyallahu anhu. Atëherë kur e dëgjoi pejgamberi se më këtë pëshpëritje, se po dojnë me janë ndru Omerin, po dojnë me janë ndru Abu Bekrin radhiyallahu anhu me Omerin. Atëherë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, entun as-sawahibu Yusuf, tha ju jeni që e keni provoku Jusufin, ju jeni ata që e keni provoku Jusufin, gratë të cilat bëni fitne,
Ju e keni provoku Jusufin alayhi salatu wassalam. Thirrni Abu Bekrin dhe le dalet I prije muslimanëve. Atëherë Abu Bekri radhiyallahu an me shumë mërzi, me shumë vështirësi, s'din të çishmi azon vejnë pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dul dhe fali Yacin. Pejgamberit në vend të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe muslimanët ju kishin ndruar ndjenjat, ju kishin përzi ndjenjat, jo që se dojshin Abu Bekrin, po Muhamedit e dojshin më shumë sallallahu alaihi wasallam. Atëherë thot Jabir radhiyallahu an, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos vdesë dikush për juve, vetëm le të menojë mirë për Allahun xhelle xhelaluhu. Mos t'i vënë dikujt vdekja vetëm se e ka përmirësu mendimin e vet për Zotin e vet te bareke ve teala. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e Xuma s'kish mundësi me dal. Edhe në ditën e shtunë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk kish mundësi me dal. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam në ditën e shtunë pejgamberi alayhi salatu wassalam thot ngritëm pak dhe të ulëm. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam tha ngritëm edhe pak. Tha shkoj deri në xhami. Dhe dul në xhami. Ebu Bekri ishte fal drejkën. Atëherë Ebu Bekri deshti mu tërheq. Pejgamberi sallallahu I tha rri çati ku je. Sahabët gati përzin safat, pejgamberi u bani me shenjë rreni çati ku jeni. Shkojt afër Ebu Bekri radhiyallahu an dhe u ul në anën e majt. Ebu Bekri e ndjekte Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa sahabët e ndjekshin kam Muhamedit alaihi salatu wassalam. Dhe ky ka qenë namazi I fundit në prezencë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Disa kanë thënë dita e shtunë, e disa kanë thënë dita e diell. Pejgamberi alaihi salatu wassalam një ditë para se me ndru jetë, në ditën e diell, I thirr të gjithë ata që I kishte robër të nxanë nga lufta dhe I liron të gjithë për hir të Allahu xhelle xhelaluhu. Dhe I thirr gratë e veta, thot krejt pasuri çka I kemi bjemni këto, krejt dinar çka I keni bjemni këto, jepni për hir të Allahu xhelle xhelaluhu, mos shkoj te Allahu me asnjë dinar, mos shkoj te Allahu xhellahu dhe në xhepin tem mos ket asnjë kapital, që të shkoj te Allahu xhellahu fukara I plot, I varfër I plot, varfëria jeme tjetë vetëm për Allahun te bareke ve teala. Thot Aisha, qatë shumë I kanë nxjerr këtë pasurit Muhamedi sallallahu derisa s'kishmi edhe me kandilin për me ba dritë, ku më shku te kojshit dhe ku më thanë, a keni pak mundësi sa ta kallmi kandilin dhe fenerin. Atë shumë e ka pastru pejgamberi alayhi salatu wassalam pasurin e tij. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam në namazin e sabahut të ditës së hanë të muajit Rabiul Awwal të datës së 12 të këtij muaji, I cili është fillimi I vitit 11 të hijrit pejgamberit alayhi salatu wassalam, e çel dritarën e cila I kishte mbel e hapur, dhe dritarja e tij ishte direkt drejt për drejt me xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sahabët po e falshin sabahun në prirje me Ebu Bekr Siddiqin radhiyallahu an. Dhe e largon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam perdën dhe I shef shokët e tij duke u fal. Dhe buzëqeshët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur e shohin sahabët, thot transmetuesi Enes radhiyallahu an, thot u humbëm, na humbi koncentrimi, nuk dishmë ja mu koncentru namaz, a me këshirë Muhammedin s.a.s. Ftire ndryqume, ftira si kur hana e plot, ftira si kur fleta e bardh, sallallahu aleyhi wasallam. Atër thot buzëqeshi pejgamberi s.a.s. Ebu Bekri deshti mu këthije, duke mendu se pejgamberi s.a.s. po don me dal për jashtë. Atër pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, faluni, boni me shenjë pejgamberi s.a.s. vazhdoni namazin e juve. Atëherë, pasi u ngrit dielli dhe dikun nga ora 9 apo 10 e mëngjesit, e thirr pejgamberi s.a.s. Fatimën radhiyallahu anha, thot thirmani çikën teme, thirmani çikën teme, e thirr çikën e vet dhe I thot eja këtu afër, I ban me shenjë. Pejgamberi smujte me fol prej të keçtit, I thot oj Fatime ec këtu, e thirr pejgamberi s.a.s. thot afromo edhe pak, tregoj diçka në vesh. I thot Aisha radhiyallahu anha, I tregoj Fatimës radhiyallahu anha diçka nga e djathta
dhe diçka nga e majta. Kur I tregoj të parën herë, filloj me qajt, e kur I tregoj të dytën herë, filloj me qesh. Fatime radhiyallahu anha I thash: oj Fatime, pash Allahun. Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Çka tha Muhamedi alayhi salatu wassalam? Tha: vallahi, me pas dash ti shkallzu haptas, pa I më kallzojnë vesh, nuk ju kallzoj. Tha: nuk na ka kallzu Fatime deri ma vonë kur ka ndruar jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka I ka thonë? Ka thonë: oj bija jeme, unë kam e vdek sot. Ndërsa në anën tjetër I ka thonë: ti ki me vdekje para dhe ki mu taku me muhe. Thot Fatimja: kur ma thatë parën, qajta. Kur ma thatë dytër, qesha. Andaj kjo ishte momenti I fundit të takimet me bijen e vetë radhiyallahu anha. Pasaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përgëzoi Fatimën dhe I tha: ti je zonja e krejt grave të banorëve të xhenetit. Pasaj pejgamberi alaihi salatu wassalam, duke u largu Fatimja prej tij, Fatimja s'mund të me shiku gjendjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe tha: wa karba abata. Tha: sa keq për babën tem, sa keq për babën tem. Atër dha pejgamberi alayhi salatu wasalam: jo I Fatime, s'është keq për babën tem, se kjo është e fundit prej dhimbtave të babës tanë. Pas kësaj mos ka dhimbta baba jot sallallahu alaihi wasallam. Dul Fatimja, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: thirrni dy nipat e mi, Hasanin dhe Husejnin. I thiri pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe ja pronën pejgamberit alayhi salatu wassalam. Tha: kujdesuni për këta. Këta janë dy lulet e banorëve të xhennetit. Dhe I mor dhe I puthin ball pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pastaj I thiri gratë e veta këtej. Dhe dha: keni frikë Allahun xhelle xhelaluhu. I porositi, I këshilloi. Allahu akbar. Alayhi salatu wassalam. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam fillon dhe I shtohet dhimbta shumë. I shtohet dhimbta shumë pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe I thot Aishës: o Aishë, atë kujtohet në mishin e helmuar të Khajberit. Thot: po ja Rasulullah, thot: më ka kaput damarin pas shpine. Më ka kaput damarin pas shpine, shumë kam dhimbt. Por do të shpresoj që të jetë dhimbta e fundit. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam e mbulon ftyrën dhe ballin e tij me një leckë të cilën ja kishte përgatit Aisha radhiyallahu anha në kofën me ujë. E merr ujin dhe e nxjerr në ball pejgamberi alayhi salatu wassalam. Thot: la ilaha illa Allah. Thot: la ilaha illa Allah. Nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahut. Vërtet vdekja pas ka dhimbta. Vërtet vdekja pas ka dhimbta. Nëse ai ka pas dhimbta, atër që ka ngejnë për gjërësit e tjerë. Atër pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot Aisha radhiyallahu anha, fjalët e fundit që ai kum dëgju pe pejgamberit alayhi salatu wassalam, duke qenë ai në krahërorin tim, duke qenë në prehrin tim, pejgamberi alayhi salatu wassalam tha: es-salat, es-salat. Runë namazin, runë namazin dhe runi gratë e juve. Tha: runë namazin, runë namazin, runë namazin dhe runi gratë e juve. Silloni mirë me gratë e juve. Thot Aisha radhiyallahu anha, ky ishte fjala e fundit e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Thot: derisa po alivenosej, po kthehej, po alivenosej, thot: hiri vllavi jam Abdurrahmani dhe kishte një misfak në dorë. Dhe e pa pejgamberi se sa dhe ja shloi sidhës për ja hekte. Atëri thash: ja Rasulullah, mos pe do misfakin. Tha: po me shenjë. Atëri I tha pejgamberi alayhi salatu, ja tha Aisha: bëma misfakin. E mor dhe ja dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atëra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam derisa po I pastronte dhomët e tij, thot Aisha, shumë e kish merak misfakin. Thot: dhe u çudi, edhe në momentet e fundit donte mi pastru dhomët e tij pejgamberi alayhi salatu wassalam. Atëra duke u pastru disi ju duk e rand. Tha: I thash: ja Rasulullah, ata zbuti pak. Tha: po, më bani me shenjë. E mora, tha, dhe ja zbuta. Thot Aisha radhiyallahu anha, e pa ta fatin që unë ta shijoj pështimën e fundit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Unë e pa ta fatin që ai të vdes në krahërorin tim, në prehrin tim, në dhomën time. Atëra pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: e ndëgjova duke thënë alayhi salatu wassalam: ma'a alladhina an'amta alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Pa e dëgjova pejgamberin se duke thënë: o Zot, me pejgambert, me njerëz të mirë, me njerëz besnik,
me shuhedat, me dëshmorët e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Allahumme gfirli, o Zot falem, warhamni, o Zot më shirom, wa alhiqni bir rafiqil a'la, dhe qëmë më nalë ku mund është më mquhe, afrom afer teje. Tha Aisha radiallahu, e kuptova se është të folë me Gjibrilin, e kuptova se është të folë me Gjibrilin, se Gjibrili kishte dhanë, apo do me vazhduhe, a i thonë dhe jo, erë rafiqi el a'la. Kjo ishte dita e hanë, e muajt Rabiul Awwal, ku pejgamberi alayhi salatu vesselam i kishte mbushur 63 vite e 4 ditë alayhi salatu vesselam. Thot Aisha radhiyallahu anha, momenti i fundit ka qenë gishti drejt qiellit nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe në moment e ka shlu dorën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i ka mbyll shit e tij të ndershëm alayhi salatu vesselam. Thot Aisha, çka më bë? Nuk dita çka më bë. Atëherë disa transmetime ka ardhur, ka përtit vdiq pejgamberi alayhi salatu wassalam, ndërsa Abu Bekri ishte duke u marrë me shtëpisë e tij, nuk ishte në shtëpinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Thot Enes radhiyallahu an, duke përshkruajt këtë skenë, thot nuk ka ditë më të mirë për neve se dita kur ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. U ndriçu dunjaja, u ndriçu Medinja. Dhe nuk di ditë më të zimë, më të erët, më me lotë, më ditë të keqe për neve se ditën që ka ndru jetë Muhamedi alayhi salatu wassalam. Atëre, kur e mërvesh Ebu Bekri radhiyallahu an se ka vdek pejgamberi alayhi salatu wassalam, e merr kalin e tina dhe vrapte shtëpia pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur vjen e gjen Omerin e Kaçuzanin, kur vjen para shtëpisë e gjen Omerin e Kaçuzanin, thonë të Omer ibn Khattabi, dhe këta po dëgjoshin të gjithë. Tha disa hipokrita po thonë se ka ndru jetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi s'ka ndru jetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi edhe për Musën ka thënë se ka ndru jetë, pa i ka shku te Zoti vetë Gjelle Gjelaluhu. Pasha Allahun ka mu kthi Muhamedi alayhi salatu wassalam. Atër tha, mos tani di kanë të thonë se ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se ja ekzekutoi kokën. Atëra Ebu Bekri nga shpejtësia e cila kishte ardhur e vendosi kalin e tij në derën e xhamisë dhe hirit e pejgamberit alayhi salatu wassalam. E pa Aishën dhe drejt te pejgamberi alayhi salatu wassalam. Kur shkoi e pa të mbuluar me një çarshaf pejgamberin alayhi salatu wassalam, që ai kishte hedh, Aisha radhiyallahu anha erdhi Abu Bekri dhe azbuloi ftyrën. Shoku më i dashur i tij, njeri më i dashur i tij, tani të vdekur për shef. 23 vjet e kishte pas shok Muhammedin alayhi salatu wassalam dhe pejgamber, dhe Muhammedi kishte pas njëri më dashur. E largoi ftyrë çarshafin e tij dhe u hudh në përçafim dhe e pudhi në ball pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: bi abi anta wa ummi ya rasulullah. Thot kum dash më shumë se nënën time dhe babën tim. Vallahi ya rasulullah, më i dashur e kam për mua se baba dhe nana. Tha ja Rasulullah, vdekjen Allahu e ka bërë kader dhe ti e shijove dhe vdekjen. Tha Allahu nuk të banë me shijue dy herë vdekjen. Tha ja Rasulullah, sa i heshëm ke qenë duke qenë gjallë dhe sa i heshëm je i vdekur. Dhe ja më lejmë të i pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pastaj dul jashtë dhe bidot njerëzve u skutu, heshni, Omeri për të ke, atër i tha Omer shuj, tha nuk shuj, tha Omer shuj, tha nuk shuj, atër i u drejtu njerëzve, tha ngom një muë, tha o ju njerëz, kush e ka adhurua Muhammedin s.a.s. Ja Muhammedi ka vdek, e kush e adhuron Zotin e vetë Gjelle Gjelaluhu, tha Allahu nuk vdeskur. Atëra lezoj fjallën e Zotit Gjelle Gjelaluhu: wa ma Muhammedun illa rasulun qad khalet min qablihi ar-rusul. Tha Muhammedi nuk është tjetër vetë se pejgamber, edhe para tij ka pas pejgamber. Efe immata au qutila inqalabtum ala aqabikum. E nëse vdes apo vritet, a keni me lënë ju fejen? Ai nëse vdes, a keni me lënë ju fejen? Çish e kanë lënë plot? Nëse ai vdes, a e lëni ju fejen? Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a. Kush e le fejen e Zotit si pa ndam Allahut, ve seyedzillahu shakirin, Allahu ka më shpërbli bamirësit, Allahu ka më shpërbli besimtarët dhe falëndëruesit.
Thot Ibn Abbasi, e kish mi haru këtë ajet. Kjo ajet ishte në Kur'an. Ne e kish mi haru derisa na e lexoj Ebu Bekr as-Siddiq radhiyallahu an. Atëherë thot Ibn al-Musayyib, thot Omer radhiyallahu an, derisa po e dëgjonte pejgamberi Ebu Bekrin duke fol kështu, atëherë tha: Wallahi ma huwa illa an sami'tu Ebu Bekrin talaha. Vetë si e kumni Ebu Bekrin të lexu këtë ajet, e kuptova se kjo ajet është hak. Dhe e kuptova se Muhamedi s.a.s. ka ndru jetë dhe rash shumë mbajtë në kamp. Dhe rash për toke dhe nuk mbajtë në kamp e mia, dhe e kuptova se Muhamedi a.s. nuk është më me neve. Kjo ishte dita e hanë ku i mbuloj mërzia, pikëllimi, qajtëmja muslimanët, dhe muslimanët duhet me qajtë për Muhammedin a.s. nga se nuk ka dikush begatim bi njerëzit ma shumë se Muhammedi a.s. Ajna ka mësu, ajna ka eduku, ajna ka po tërbije. Mos me pasin aj kish me qenë të shprenum, mos me pasin aj kish me qenë rakigji, mos me pasin aj kish me qenë të prishur. Po aj Muhammedi a.s. në ka drejtue, në ka thirë namaz, në ka thirë në gjami, në ka thirë Ramazan, në ka thirë në zeqat, në ka thirë në haqë Muhammedi a.s. Në ka porosit me qenë të mirë, në ka porosit me i majtë familjet, në ka porosit Muhammedi a.s. që me vdek faqebar dhe me jetue faqebar. Atër ditën e hanë, muslimanët me njëherë i ka plon një shqetësim, dhe ajo është shqetësimi i khilafetit. Kush ka me qenë të shprijës, kush ka me qenë prijës. E harojnë për një moment Muhammedin sallallahu alaihi sallam gjami në dhomën e ti. Atëre hinë bisedime nësarët dhe muhajgjerat pas disa bisedimeve në një qati të Benu Saidis. Atëre Ebu Bekrit ja lapin të gjithë besatimin se ti e ai cili e meriton me qenë prisi me njëherë pas pejgamberit s.a.s. nga se dhe ty të caktoj pejgamberit s.a.s. me në e falë namazin. Atëre kështu kaloj dita e hanë dhe erë dita e martë, i kapi një siklet tjetër. Qka me bo me gjenazë? Kush e lanë këtë gjenazë? Atëre me një të kotër të shkurtër i zë gjumi disa prej sahabeve dhe duke u zgju e ndëgjoj një za i cili ju thot: mos e zhvesh një pejgamberin s.a.s. Mos ja ek një pet këtë pejgamberin s.a.s. por lane me tesha që mos ja shofin pjesët e turpshme pejgamberit alayhi salatu wassalam. Atëherë mbledhet axha i vet Abbasi, vjen djali i axhës vet Aliu, i thirr Abbasi ti djem të ti Kuthamin edhe Fadlin, dy vëllezrit Ibn Abbasit radiallahu an, dhe vjen një rob i liruar i pejgamberit s.a.s. me cili kishte emrin Shukran, dhe vjen Usama ibn Zejdi radiallahu an. Atëherë Abbasi edhe Fadli e rrotulloshin pejgamberin alayhi salatu wassalam. Usama edhe Shukrani, rob i liruar i pejgamberit alayhi salatu wassalam, i hedhnin ujë, ndërsa Aliu radhiyallahu an e fërkonte trupin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. E lajtën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me 3 të lara. E lajtën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me 3 të lara. Pastaj e pastruan edhe me sidër. Pastaj pejgamberit alayhi salatu wassalam ja diskutuan qefinosjen, qish me qefinos. Atari morën 3 qefina, të cilat ishin prej Jemenit, ishin të but, të pambukut. Atare e mbështjellin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe gradualisht duke mbështjell qefinja largojshin teshat me një kujdes shumë të madh që mos zbulohet asgjë për pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pastaj kur ardh dita tjetër, pra nata e ditës së martë, atëherë diskutuan ku me e varos. E diskutonin ku duhet me qenë vari pejgamberit alayhi salatu wassalam. E thirin Ebu Bekrin. Ebu Bekri radiallahu anhu thot: e kum dëgju pejgamberin alayhi salatu wassalam duke thënë: ma qubida nabiyun illa dufina haythu yuqbad. Atëherë tha, e kum dëgju pejgamberin se më herë duke thënë: nuk vdes një pejgamber vetëm se që aty do mi apo Allahu vorrin qatë vend ku e ka ndru jetën. Atëherë thirin Ebu Talha radiallahu an dhe e largon shtratin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe po që aty ja ban varin pejgamberit alayhi salatu wassalam. Tani del një problem tjetër, si mi afal gjenazën.
kush mi afal gjenazën pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe në konsultim me sipër duke i shkëmbyer këshillat ndërmjet veti, atëre pajtohen që gjenazën mi afal krejt veç e veç. Çdo kush le t'ia falë vet pejgamberit alayhi salatu wassalam gjenazën dhe fillojnë familjarët fillimisht ja falin gjenazën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj hin shumë prej muhaxhirëve, pastaj hin edhe ensarët, pastaj hin edhe krejt prej grave dhe fëmijëve dhe ja falin pejgamberit alayhi salatu wassalam gjenazën. Atëra thot Aisha radhiyallahu anha, thot nuk mu besoj ke kush ka me mor guximin me elshu në varë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot dhe nuk mu besoj ke se kanë me elshu në varë. S'ka me pasa si trimi, shka e mërë dhe e shlën varë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Aliu ishte ullë në varë, ishte hi aty në varë që ta merë trupin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Thot Aisha radhiyallahu anha, nuk mu besonte se janë të shlu në varë derisa i kumnije të goditurat e lopatave, të goditurat e dheju duke ja hedhë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në varrin e tina. Pasi e mbulojnë pejgamberin alayhi salatu wassalam, del Enesi radhiyallahu an dhe i thot Aisha radhiyallahu anha, thot o Enes, çfarë zemra keni që e shlut pejgamberin alayhi salam varr? Çfarë zemra keni që e shlut pejgamberin sallallahu alaihi wasallam varr? Tha ja ummul mu'minin, o nana besimtarve. Tha çka më bëhe? Allahu xhallahu ala ka caktuar, nuk dashur me shluan varr, por Allahu te bareke ve teala e ka caktuar që të varroset çdo njeri. Atëherë thot Aisha radhiyallahu anha, e kuptuam dhe përfunduam se pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka ndru jetën dhe ka shku te Allahu xhelle xhelaluhu. Atëherë u shpërndajtën muslimanët, atëherë filluan muslimanët me e vazhdu jetën e tyre dhe në namazin tjetër e dhirin Bilalin radhiyallahu anhu. Dhe i thënë thire ezanin. Bilali radhiyallahu anhu kur e ka thirë ezanin karshe ka pas pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur të thonë ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ka shiku Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kur ka mritë kjo pjesë, ju ka ndal zani. Ka thënë ja vallahi smoj. Hekmani këtë detyrë. Smoj, jam mësu kur ta thap Muhammed Rasulullah me pa. Hekmani këtë detyrë. Atër i thap Ebu Bekrit, tha Ebu Bekr, unë du me dalë për Medine. Ta pse do me dalë për Medine? Tha smoj me nejtë Medine. E ku pa Muhammedin s.a.s. ta një smoj. Tha Ebu Bekri, tha Ebu Bekr. Ebu Bekri tha jo, s'ki me dalë, ti dush me nejtë këto. Atër i tha Ebu Bekr, a mos më ki liru për vetja për Allah? Tha jo Allah, për Allah të kum liru. Atër tha lem të lirë për hirtë Allahu gjelle gjelaluhu. Atër e liraj Ebu Bekri Bilalin radhiyallahu an. Të ndëruar xhamatli, kështu përfundoi jeta e njeriu më të mirë në fytyrë të tokës, drita e njerëzimit, pishtari i njerëzimit, ai i cili e dërgoi Zoti i xhelle xhelalu. Edhe atë që më shumë ti e ka dashur, kështu ja ka çudhimtat. Edhe ata që më shumë ti e ka respektu, kështu ja ka marrë shpirtin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ata që e kanë nderuar me nderimet më të mëdha, ku deri ditë kiametit ka më thirr ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, do thirret dëshmojmë se i dërguari i Allahut Muhamedi është i dërguar prej Zotit xhelle xhelaluhu. Kështu përfundoi jeta Muhamedit alayhi salatu wassalam. Andaj kur keni musibete, kur të keni belaja, kur të keni vështirësia, kujtoni se ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kujtoni se ka vdek Muhamedi alayhi salatu wassalam, të gjitha ju lehtësohen. Na elusmi Zotin ton xhelle xhelaluhu, që Allah na i lehtëson dhimbjet e vdekjes. Na mundson Allahu me vdek me iman, me vdek me islam, me vdek faqebardh dhe me shku te Zoti faqebardh. Elusim Allahun, Allahu na i lehtëson ditën e gjykimit. Na lehtëson Allahu llogarin ditën e gjykimit. Agjërimet tona Allahu t'i ban kabull. Ditët e agjëruara Allahu t'i shënon në regjistrin e veprave të mira. E ata ditë të cilat kanë ngel, Allahu na mundson që ta përfundojmë dhe finalizojmë si çdo Allahu xhelle xhelaluhu. Elusim Allahun që Allahu për bajrame Allahu t'i gëzon kudo që janë muslimanët. Elusim Zotin ton xhelle xhelaluhu që Allahu mos na bën Ramazan të fundit, na mundson Allahu me pa shumë Ramazane duke qenë me shëndet dhe me iman. Kërkojmë edhe një herë ndjes dhe hallallak për kohën e kaluar me juve, kudo që kemi gabue, ka qenë prej neve dhe prej shejtanit. Elusim Allahun që të na falë, ku kemi çalluar, elusim Allahun të na shpërblem. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.